Ky emision mundësohet nga Këshilli i Bashkësisë Islame Prishtinë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Muaji i Ramazanit është një periudhë e veçantë e vitit që shoqërohet me agjërim, me lutje dhe veprimet e tjera të adhurimit që ndihmojnë në pastrimin shpirtëror dhe në forcimin me lidhjen e Zotit. Adhurimet dhe veprat që realizohen gjatë këtij muaji jo vetëm që pasurojnë shpirtin, por gjithashtu rrisin edhe ndjenjen e përullësisë, durimit dhe mirësisë ndaj të tjerëve. Kjo temë do të shqyrtoj disa nga adhurime dhe veprat e veçanta që mundësojnë ngritjen shpirtërore në këtë muaj të shenjtë në muajin Ramazanit. Për këtë temë kemi të ftuara dy mualime tona të nderuara, Magjistër Fehime Gashi, mirë se erdhe, dhe Vildane Morina Qerimi. Mirë se erdhët. Dua të filloj me ju, Fehime. Çka do të thotë dhe si mund ta përkufizojmë fjalën adhurim? Bismillahirrahmanirrahim. Falëndërimi dhe lavdërimi takon Allahu xhaleshanuhu. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhamedin alayhis salam, familjen e tij dhe shokët e tij dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sa i përket fjalës adhurim, fjala adhurim në aspektin gjuhësor do të thotë nderim, respekt dhe dashuri e madhe ndaj dikujt apo diçkaje. Ndërsa në aspektin fetar, fjala adhurim përkufizohet nga dietarët në mënyra të ndryshme, ka përkufizime dhe domethënie të ndryshme, mirë po bashkohen në një kuptim të njëjtë. Për shembull, Ibn Taymije adhurimin e ka përkufizuar kështu. Adhurimi thotë është një term përmbledhës për gjithçka që Allahu e do dhe e pëlqen, qoftë prej fjalëve apo prej veprave, të dukshme apo të padukshme. Domethënë gjithçka që njeriu vepron, qoftë para të tjerë ose në vetmi ose që shohin të tjerët apo nuk e shohin, gjithçka brenda këtyre gjërave quhet adhurim. Atëherë ne në këtë përkufizim hyn çdo lloj adhurimi që e bën robi i Zotit për Zotin, dhe gjithashtu qëllimi i ardhjes së njeriu, vetë qëllimi i ardhjes së njeriu dhe krijimit të njeriu në këtë botë, e kuptojmë se Allahu xhaleshanuhu na tregon qartë në ajetin kuranor ku thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë vërtet nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit për asgjë tjetër, përveç se të më adhurojnë. Domethënë sa bukur përfundon ajeti kuranor ku Allahu e potencon që qëllimi i ardhjes së njeriu në këtë botë është adhurimi ndaj Allahut xhaleshanuhu. A mundeni me na tregu se si ndikon agjërimi i muajit të Ramazanit në pastrimin e shpirtit si dhe në forcimin e lidhjes me Zotin? Muaji i shenjtë i Ramazanit është një mundësi për pastrimin shpirtëror dhe për lidhjen e tij të drejtë për drejtë me Zotin. Allahu xhaleshanuhu ka folur për muajin Ramazanit në Kur'an në surën Bekare, ku na ka paralajmëruar që kanë adhuruar edhe popujt e mëparshëm. Ku ka thënë: Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim, sikurse ishte obligim edhe atyre para jush, që të bëheni të devotshëm. Fjalia e fundit në këtë ajet, që të bëheni të devotshëm, na tregon rëndësinë edhe kulminacionin e kërkimit të agjërimit, qëllimit realisht të agjërimit. Pra, qëllimi kryesor i agjërimit është arritja e devotshmërisë. Si arrihet devotshmëria? Devotshmëria nuk arrihet duke të njëjtën kohë duke bërë mëkate në zemër, duke qëndruar mëkate edhe keqja, edhe e mira, edhe devotshmëria. Ato të dyja të bashkë nuk mund të qëndrojnë në një zemër. Mirë po devotshmëria arrihet duke lënë mëkatet, duke lënë smirën, duke lënë thashëthamit, nga se në këtë muaj të shenjtë kërkohet largimi nga të këqijat, kërkohet largimi nga thashëthamit, nga veprimet e këqija në të cilat pastrimin e ndysin shpirtin e njeriut. E për të pastruar shpirti, kërkohet plotësimi i ditës të jetë me mirësitë e Allahut, të jetë me të lejuaret e Allahut, të jetë me namazet, të jetë me adhurimet që dedikohen Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj, me të drejtë, agjërimi konsiderohet muaj devotshmërisë, muaj i ngritjes shpirtërore, muaj i pastrimit shpirtit të jashtë, i pjesës së jashtme të njeriut dhe të brendshmës së tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith kutsi na tregon se Allahu thotë:
Për çdo vepër besimtari do të shpërblehet 10 fesh deri në një hadith tjetër thuhet deri në 700 fesh. Mirë, po këtu nuk cekët. Pra, ndërsa agjërimi thot Allah subhanahu wa taala, për agjërimi thot shpërblej on. Pra vetëm Allahu do të jetë shpërblyes për agjërimin. Po ashtu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, gjithë muaji Ramazan, gjithë muaji realisht i Ramazanit është i bekuar. Pejgamberi alayhis salam thotë, fillimi i Ramazanit është mëshirë, mesi i tij është falje, ndërsa fundi i tij është lirim nga zjarri i xhenemit. Adhurimi i muajit qejt, pra adhurimi në këtë muaj qejt është i veçantë. Pse është i veçantë? Nga se çdo ibadet cilin e bëjmë, duke filluar nga namazi, dallohemi nga ana trupore, lëvizjet e trupit të cilet mujna me i bë. Zakati, dallohemi për shkak se japim pasurinë që ju takon të varfërve apo nevojtarëve. Ndërsa agjërimi nuk dallohet. Agjërimi nuk mund me dallu të tjera se si bëhet. Është një adhurim i fshehtë i shpirtit. Për këtë arsye dhe me lajket në këtë rast nuk shkruan këtë adhurim, nuk i shkruajnë këtë vepër në cilën bëhet, sepse vetëm Allahu subhanahu wa taala do të ketë mundësinë që ta shpërblejë atë në veçantë. Pra në pas kësaj po vim deri tek një konkludim që Allah xhaleshanehu ka thënë agjërimi bëhet për mua dhe unë do ta shpërblej atë. Mirë, cilat janë veprat më të mira që mund të bëjmë gjatë Ramazanit për me pas një ngritje shpirtërore, do të thotë të fortë në raport me Allah? Vërtet Islami është një sistem jete përmes adhurimit, ku njeriu t'ja rregullon jetën edhe nga aspektin individual, edhe në aspektin shoqëror, edhe nga aspekti ekonomik, edhe nga aspekti social. Domethënë gjitha aspektet është një sistem i jetës për njeriu. Mirë, po koncepti i adhurimit në Islam është një koncept i gjerë i cila me të vërtet përfshin gjithçka që është pozitive për njeriu, është brenda Islamit. Kjo është ai koncepti më i gjithëpërfshirës për konceptin e adhurimit që bën ndaj Allahut xhaleshanehu. Edhe çdo gjë që e bëjmë na që Allahu e pëlqen atë veprën tonë, është adhurim ndaj Zotit, sa është i kënaqur me ato që e bëjnë ana. Islami e shikon individin si një tërësi. Domethënë, i duhet të nështrohet plotësisht Zotit, jo diçka që na pëlqen me bë, diçka që s'na pëlqen e lajmë anasht edhe se praktikojmë. Mirë, po, përderisa ne kemi pranu dhe e kemi dëshmuar shahadetin, kemi pranu që krijuesi jonë është Allahu dhe i dërguari jonë është Muhamedi alayhis salam, atëherë ne duhet të pranojmë gjithçka që është brenda kësajna. Gjithçka që është brenda Kuranit, duhet të jemi të nënshtruar ndaj asaj dhe të jemi praktikues ndaj asaj që Allahu xhaleshanehu na ka obliguar neve, për arsye se esenca e ibadeteve të jetës së njeriu është ku mas mire kuptojmë përmes ajetit kuranor ku Allahu thot: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj, na thot Zoti, thuaj, namazi im, sakrifica ime apo kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e gjithë botës. Domethënë, çka po përfshihet në këtë ajet? Se gjithçka që bëjmë në këtë botë dhe gjithçka që realizojmë gjatë jetës tonë, gjithçka na e kemi qëllimin kryesor na për hir të Zotit dhe me jetu për fjalën e Tij dhe për mësimet që na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Allahu xhaleshanehu pra na ka sjellur në këtë botë që ta njohim ato, që ta duam ato, që ta adhurojmë, të falenderojmë për gjitha këto mirësi që na jep vazhdimisht. Ne jemi posedues dhe i shijojmë ato të mira çdo ditë prej Allahu xhaleshanehu. A nuk meriton Zoti që na ta adhurojmë dhe të falenderojmë për gjitha këto të mira? Me të vërtetë që meriton. Edhe sikur njeriu të qëndroj gjithë jetën e tij në sejdë duke falendëruar Zotin. Edhe nëse qëndron duke bë punë të mira me qëllim që me adhuru Zotin gjithë jetën e tij, nuk mundna na mja kthy Zotit të mira që na ka dhënë. Për arsye se njeriu vetëm duhet të shikojë trupin e tij që ka kriju Allahu xhaleshanehu. Thot, po edhe në veten tuaj, a nuk jeni ka shini? Domethënë na pyet Zoti, nëse hiç s'ki argument që ka Zot edhe duhet me bë punë edhe adhurimet për ta. Thot, vetëm veten e juaj shikoni. Nëse shikojmë veten tonë, e shohim fuqinë e Allahut sa fuqi e madhe absolute që është, me gjitha këto bukuri që na ka krijuar, secilin ndryshëm prej tjetrit. Dhe jo vetëm si njerëz, po si krijesa gjithçka është ndryshme prej tjetrit. Domethënë, edhe shpesh herë të çështja e adhurimit në Islam, njerëzit mund t'i keq kuptojnë ato ritualet që bojna, domethënë Islam. Ka njerë fokusohen, thojnë adhurim është vetëm me fal namazin, me agjëru Ramazanin, me dhënë sadak, me dhënë zakatin, domethënë
shumë gjëra fokusohen të vetëm disa gjëra, ndërsa adhurim është çdo gjë që njeriu e bën me qëllim me kënaq Zotin e tij, gjithçka është adhurim. Do të thotë Islami është një tërësi. Është një tërësi e përgjithshme e adhurimit që na e shfaqim në raport me Zotin. 100%. Disa prej ibadeteve që mund të potencojmë, domethënë nëse dojmë kthehemi prapë te pyetja që ishte, domethënë çka mundna me fokusu më shumë gjatë muajit Ramazanit që me ngrit anën tonë shpirtërore, me plotësu anën tonë shpirtërore dhe më na mbaj që kjo ngritja anës shpirtërore edhe për disa muaj mas Ramazanit, inshallah dhe për gjithë jetën, është muaj ndryshimeve. Por ata, muajin Ramazan njeriu me një mënyrë e shton atë intensitetin e punëve të mira. Domethënë, nuk fokusohet vetëm te namazi, te agjërimi, por gjithçka që bën munohet me bë me atë dashurinë dhe intensitetin e punës që Allahu të jetë sa më i kënaqur me neve. Veprat tona të jenë sa më të mira dhe sa më gjithëpërfshirëse që Zoti është i kënaqur me neve. E nëse ne e dim që Zoti është i kënaqur me neve, atëherë shohim që kënaqësia ka më qenë edhe prej njerëzve. Edhe njerëzit kanë më qenë të kënaqur me veprat që i bëjmë na. Se nëse shikojmë edhe nga ana tjetër, nëse njeriu nuk don, hajde tash ndika veten që është i plotësuar, ka boll për Zotin, s'ka nevojë më shumë as më fal, as më agjëru, edhe i duket vetja në ditë njëri që o kry, gjithçka është e kryme. Mirë po mos harrojmë se këto veprat edhe obligimet që na i ka bërë Zoti, a mendojnë ana që Zoti ka nevojë për këto për neve, as për adhurimet tona, as për veprat që bëjmë na? Ajo është fuqi absolute. Ati si vinë kur gjatë prej veprave tona. Mirë po, qka e bani Zoti obligim gjithë të adhurimet dhe vepra, me qëllim që ne të ngritemi të aj, që ana jonë shpirtërore të plotësohet, sepse ne jemi të krijuar prej 3 komponenteve. Ana shpirtërore, ana fizike dhe ana mendore njëri. Atëherë që kjo ana shpirtërore, qofse nuk e adhurojmë Allahun, le të dimë se gjithherë është e zbrast. Edhe gjithherë ka me kërku diçka edhe me mbush atë bëshllëkun brenda vetes tonë. Për ata adhurimet tona, janë ato të cilat na që jemi në tokë, bashkohemi me ato që është në qiell. Përmes këtyre adhurimeve e arrijmë takimin dhe bashkimin me ato që është përmbi shtatin qiell. Pra, mund të konkluzojmë dhe vim në përfundim se veprat me të cilat njeriu mundohet gjatë muajit të Ramazanit të fokusohet më shumë në to, është namazi. Ndoshta ka njëherë e shohim që njerëzit jashtë Ramazanit nuk kanë qenë shumë të rregullt namaz. Kur vjen Ramazani, bëhen me 5 kohë të namazit edhe janë të përqendruar 100% për me fal namazin. Pastaj është namazi teravive, është specifik që është jashtë Ramazanit nuk e kemi. Është agjërimi mbi gjitha që zbukuron muajin e Ramazanit. Dhe gjithashtu është leximi i Kuranit. Zaten leximi i Kuranit duhet të shtohet edhe më shumë për arsye se Ramazani është vetë muaji i Kuranit, që ka filluar edhe zbritja e Kuranit. Sadakaja, sadakatul fitri, është e veçantë që bëhet vetëm në muajin e Ramazanit. Ndihma ndaj të tjerëve, respekti dhe dashuria shtohet më shumë mes njerëzve, shtrimi i iftareve me njëri tjetrin. Domethënë gjitha këto vepra mundohemi që gjatë muajit të Ramazanit të specifikohemi më shumë në to dhe të përqendrohemi dhe të kemi një përqendrim të veçantë dhe një kujdes të veçantë për ruajtjen e këtyre veprave gjatë muajit të Ramazanit. Do të thotë ky është roli madhështor i Ramazanit, që neve na jep me kuptu se këto veprime cilat na arrim gjatë Ramazanit, gjithsesi duhet me i vazhdu edhe pas Ramazanit. Po gjithsesi duhet me qenë ato të cilat na e rregullojnë atë natyrshmërinë tonë, se paksa e largon njeriu, ndërsa Ramazani është ai i cili e kompleton me gjithë ato që ka kriju Zoti. Mirë, e dashur Vildane, ma herët e ceku edhe Fehimja, që leximi i Kuranit është një prej adhurimeve të veçanta, një farforme në muajin e shejt Ramazanit. A mundeni me na tregu rreth kësajna? Do thotë leximi i Kuranit sa ndikon në forcimin, do thotë si adhurim, si ibadet në raport me Allahun xhaleshanuhu. Leximi i Kuranit ka një ndikim të thellë shpirtëror edhe transformues në jetën e besimtarit. Me leximin e Kuranit, besimtari qetëson shpirtin e tij edhe pastron të mbrëmsinë e tij. Allah subhanahu wa taala në Kur'anin famlar thot: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Vërtet me përmendjen e Allahut zemrat qetësohen dhe gjejnë prehje. Pra, me leximin e Kur'anit famlar zemrat qetësohen. Po ashtu në një ajet tjetër, po ashtu Allah subhanahu wa taala thotë që
Ne shpallëm Kur'anin mëshirë edhe shërim për njerëzit. Pra, për besimtarët. Kur'ani është njëjtën kohë edhe shërim edhe mëshirë. Pra shërim i të mbrëmshmës njerius edhe të jashtëmës tij. Mirë po është edhe mëshirë për ta. Leximi i Kur'anit në muajin Ramazan duhet të shtohet, pra duhet të jetë një dozë shumë më e madhe se sa muajve tjerë. Ndoshta gjatë muajve tjerë nuk arsyetohemi se për mosgjetjen e kohës apo diçka të tillë. Mirë po në muajin Ramazan është lidhja e muajit shet, agjirimit, pra me lidhjen e Kur'anit është një lidhje e tërthort, patjetër pra që duhet bëhet leximi shumë më i madh se sa muajve tjerë. Pse? Sepse po në muajin Ramazan, Allahu subhanahu wa taala e zbriti Kur'anin famlar në qiellin e kësaj dynjaje. Pra, kjo është ardha arsyeja se pse Allahu subhanahu wa taala e ka lidh leximin e Kur'anit po në muajin Ramazan, ku shpërblimi i tij do të jetë shumë më i madh se sa ditëve tjera. Po do të thotë Ramazani karakterizohet me një të veçantë, konkretisht është leximi i Kur'anit, mbas edhe ka zbrit në këtë muaj të shejt. Mirë, çfarë mund të na thoni rreth namazit, si rolin kryesor gjatë Ramazanit edhe si ajo se neve na bën adhurimin edhe ibadetin më të plotësuar se kur faktikisht. Qëllimi kryesor i ibadeteve apo adhurimeve në Islam nuk është ajo dukja jashtë me tyre, që mu adresun atë njerëzit si njerëz të mirë, këve falka namazin, apo agjreka Ramazanin, ose që ky sa shumë jep ju ndihmon tjerëve, nuk është do të jetë ky qëllimi jonë i këtyre obligimeve, ibadeteve që bëjmë. Po qëllimi kryesor i këtyre ibadeteve është që të shtoj dashurinë dhe atë lidhjen me Zotin dhe me krijuesin tonë. Sepse ana shpirtërore e njeriut e bart një pjesë të Zotit. Edhe në momentin kur njeriu nuk është praktikues i ibadeteve apo adhurimeve të Zotit, çka ndodh me të? Atëherë ai gjithsesi ndihet i mangët, edhe ndihet i sprast brenda vetes. Domthonë është diçka që s'është plotsu dhe kërkon ushqim. Ushqimi kryesor i anës shpirtërore është namazi, s'është shtylla kryesore e fesë, është namazi. Sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë, nëse namazi rënohet të njeriu, atëherë është rënohet të gjithë feja. Domthonë, këtu është ajo poenta kryesore dhe qëllimi kryesor që pse Zoti na i bën një obligim namazin, për arsye se është një balans në të cilën namazi arrin atë balancën e ibadeteve që i kemi, adhurimeve që i kemi. Për arsye se ajo brendësia jonë e paplotësuar e ka një lloj magneti brenda vetes tonë, të cilin nëse nuk e arrim lidhen me krijuesin, ajo nuk funksionon. Domethënë, është diçka që është e mangët. Për ata, namazi është adhurimi më kulminant, i cili na ka bë obligim, dhe është lidhja më e afërt që e arrin njeriu përmes namazit, për arsye se takohemi në sejdë më afër me Allahun xhaleshanuhu. Dhe kjo, kur namazi është në rregull, edhe jena mirë me namazin, atëherë me gjitha adhurimet e Zotit jena mirë. Për arsye se kjo është burimi kryesor që na shtyn për me bë dhe vepra tjera të mira. Pra dhe njëkohësisht namazi është ajo lokomotiva kryesore e gjitha adhurimeve që bëjmë gjatë jetës tonë. Dhe na shtyn në punë të mira. Siç thotë edhe Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlar, falë namazin në mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse veprat e mira i shlyjnë veprat e këqija. Domethënë, është një mundësi që njeriu përmes namazit, pavarësisht se ne jemi njerëz dhe gabojmë, edhe asnjë nuk jemi të pagabueshëm, atëherë kjo është një mundësi e mirë që njeriu brenda 5 kohëve të namazit gjatë 24 orëve të shlyejnë veprat e këqija dhe të pastrohet dhe të ngritet te Allahu xhaleshanuhu përmes sejdës që e bëjmë edhe përmes kryerjes së namazit. Dhe e marrim një krahasim nëse mujna me bë gjatë kësaj kohës bashkëkohore, teknologjia ka arritur një zhvillim shumë të shpejtë. Edhe nëse ne dëshirojmë të shkojmë në një vend, atëherë e shkruajmë GPS-in, destinacionin ku dojmë të shkojmë, edhe vazhdojmë rrugën. Mu në vendin ku kemi dashur me shku, na dërgon GPS-i. Ashtu edhe me një mënyrë është njeriu e ka si një lloj GPS-i namazin. Përmes namazit e arrin ku dëshiron me mri edhe me arrit edhe atë dashurinë, afërsinë që dëshiron me Zotin, edhe gjithçka përmes namazit, gjitha të mira që i vinë gjatë jetës së tij, vinë përmes namazit. Për arsye se është friski e shpirtit. Është edhe një pastrim e anës të jashtme, anës të brendshme. Për arsye se njeriu kur të merr 5 herë ditë abdest,
nuk ka shanca i trupi ti me meti pa pastër. Do më thonë freskohet edhe ana fizike, po dhe ana shpirtërore. Edhe kjo është qëllimi që Allahu xhaleshanuhu na ka mundësu që përmes adhurimeve dhe ibadeteve që na ka bë obligim, ne të afrohemi te ai dhe të jemi më afër tij dhe ai të jetë i kënaqur me ato që bëjmë ne. Dhe vërtet njeriu kur zgjohet mëngjes, edhe trupi njeriut, organizmi njeriut është një lloj maqine. Me njëherë fillojnë sikur ato maqinat në punë. Në funksion. Funksion me njëherë. Çka ka bë Zoti për neve? Ka thonë, po sa dëgjohesh në mëngjes, punën e parë, ka thonë me bë, me fal namazin. Domethënë, e arrin trupin një relaks, një qetësi, mendja, lidhet me krijuesin, mandej vazhdon lidhjet me njerëzit edhe me gjonat të përditshme, me zhvillujetën e tij që e ka. Atë metodën e tij që e ka çdo njani. Po, çka po njerëzit që nuk e falin namazin, si dëgjohen, hajde kuk na vanu për punë, me vrapim të shpejt, e fillon aktivitetin e jetës dhe ditës së të punës. Domethënë, përmes namazit, çka ka mendu Zoti për neve? Edhe një lloj lehtësimi na ka bë edhe pushim. Se gjatë 24 orëve, ose një ditë tërë, njeriu është i angazhuar në punë. E shohim edhe mujna me marrë edhe një shembull. Një organizatë, një punë zyrtare, kudo qoftë njerëzit, prej 12 deri një kanë pauzën. Domethënë 8 kanë fillu punën, 12 deri një kanë pauzën. Çka pi bjen kjo? Namazi drekës. Domethënë, po thonë kena pauzën e drekës. E se cilë që me egzistu konkretisht një pauze që ajo faktikisht lidhet edhe me namazin. Gjithsesi lidhet me namazin. Domethënë, po edhe ka koha i kindis që e kena ana i kindin. Prapë di që edhe domethënë institucionet e kanë një pauzë, që thonë koha kafes, pak më largu prej asoj rutinës të punës. Domethënë, çka është kjo? Programi i jetës është namazi. Programi ditor që ta ka dhënë Allahu xhaleshanuhu është namazi. Por ata njeriu duhet të mendojë në këto, se Allahu përderisa na ka kriju. Edhe këto obligime që na i ka bë neve, i ka bë për të mirën tonë, për dobinë tonë, sepse Allahu na don neve. Na don neve si krijesa. Por ata na ka thirrë që më taku me to. Këtu duhet me mendu njeriu. Nëse nuk na kish dash Zoti, qofse ti nuk e don ti kanë, a e thirr më taku me to? Jo. Sigurisht që jo. Nëse kanë e thirrë më taku për kafe, ose me dal një trek, ato që dojnë, ato që kena në zemër, ose që të rinë mene se të ka bo diçka mirë. Po ai Zoti jon po na bën mirë 24 orë. Gjithat mirat po i kem prej ti, po na jep gjithçka që e dim këtë botë, çdo dhunti dhe çdo mirësi që kem prej ti e kem. Vetëm oksigjenin që na jep 24 orë pa kurfar pagese, domethënë, e tash njëri duhet më ndalë dhe më mendu, më thonë, o Zot, ti më ke thirrë ta kem. E unë ti po më don mu, e unë s'po du t'ja. Pse qatë ka boj, ke që ty mos me dasht, po t'i jep gjithat mirat. Domethënë, njeriu duhet me mendu këta që sa herë që ngarkohemi prej jetës, edhe kena nashta ballafaqohemi me sprovat ndryshme në jetë, kthimi të Zotit që ajo është kënaqësia dhe qetësia çdo njanit prej nesh. Kjo është mundësia më e mirë. Deri tash e diskutuam rreth namazit edhe Kur'anit, edhe disa gjërave të cilat na ndikojnë në ngritjen edhe forcimin e imanit tonë gjatë Ramazanit, nëse kishit mund me e bani ndërlidhje mes agjërimit edhe mes Kur'anit konkretisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: agjërimi edhe Kur'ani ditën e ringjalljes do të dërmjetësojnë për besimtarin. Agjërimi do të thot: o Zot, unë besimtarin e ndalova nga të ngrënjet, nga të pirit dhe nga nevojat e tij të natyrshme. Më lejo o Zot të ndërmjetësoj për të. Po ashtu Kur'ani thot: o Zot, unë besimtarin robën e ndalova, nuk e lash rahatet, po e ndalova nga gjumi i natës dhe nga rahatia e tij. O Zot, më lejo dhe fal atë. Pra Allah subhanahu wa ta'ala agjërimin edhe Kur'anin e ka bërë ndërmjetësues për në ditën e ringjalljes. Në ditën kur nuk do të ketë ndërmjetësues tjetër, nuk do të ketë ndihmës tjetër nga askush. Po ashtu shpërblimi për leximin e Kur'anit në këtë muaj të shenjtë është shumë më i madh se sa ditëve tjera. Si ndikon ndihma apo sadakaja për të tjerë gjatë këtij muaji të shenjtë? Njeriu si qenie njerëzore jeton në shoqërime të tjerët. Domethënë nuk e ka krijuar Zoti vet, po e ka krijuar në shoqërime të tjera që është një lloj bashkëpunimi gjatë gjithë jetës së tij. Edhe kështu Allahu xhaleshanu në Kur'anin famëlar na thot: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Dhe bashkëpunoni në bëmirësi dhe devotshmëri, e mos bashkëpunoni në armiqësi dhe në mëkate. Domethënë, kur njeriu bën mirë,
Dhe asnjëherë mos mendojmë se ka dobi ai që i kemi bë mirë. Mas pari kemi dobi ne. Mas pari ne ndihemi mirë dhe dobia është në aspektin moral edhe ekonomik, nëse ja ofrojmë ndihmën qoftë morale apo ekonomike, ajo ndjenja jonë e mirësisë ndihet mas pari te na, që lizat tona domethënë punojnë për mirë. Edhe nëse nuk i mundësi kur gjë hiç pejgamberi alayhis salam çana ka thonë, buzëqeshja e vllaut ton në fytyrën e tjetrit, buzëqeshja jote në fytyrën e tjetrit domethënë është sadaka. Çka s'po ki kur gjë mundësi bile buzëqesh, që të mirësi bile ofroja tjetrit. Por ata lemo ku janë edhe ndihma dhe ato mundësi që afrojna njerëzve tjerë përmes ndihmës tonë që kemi. Dhe ka aspekti moral, ndihma është qoftë me një këshill, qoftë me një mbështetje kur është keq, qoftë në momentin kur ndihet jo mirë, me shku dhe me fol me ta, me qit, me ndoh kohën asaj, kur ka një sprov, ka një problem. Domethënë, ky është aspekti moral, po edhe dijen që shpërndajmë ne, edhe kjo është një ndihmë morale që e bëjmë mundomi me nda për të tjerët. Domethënë është një lloj sadakaje. Por edhe ata në aspektin material apo ekonomik, njerëzit këtë kohë e ndonë shumë edhe ndoshta mas pasurisë, edhe harrojnë që Zoti nuk e ka bë që njeriu me bë veç për veti. Po çka ka i varfri ka hak në pasurinë e të pasurit. Domethënë ka pjesë, ka drejt në pasurinë e të pasurit. Për arsye se pejgamberi alayhis salam çka thotë? Nuk ka ditë që zgjohen robërit e Zotit e që nuk zbresin 2 melek dhe bojnë dua. Subhanallah, ky është hadith shumë me domethënie. O Allah, shtoja pasurinë atij që jep. Bën dua melekun. Dhe tjetri melek thot, o Allah, zhdukja pasurinë atij që nuk jep. Çka po duajmë hadith më të qartë. Domethënë nëse na e ofrojmë ndihmën mes njëri tjetrit, Allahu vetëm do të na shtoj. Asnjëherë pasuria dhe dhënia e pasurisë nuk e paksohet. Vetëm me sadaka kënaqet shpirti, edhe e kënaq tjetrin, ja lehtëson tjetrit jetën. Po gjithashtu edhe kemi edhe një hadith pejgamberit alayhis salam që e kanë pyet sahabët, kanë thonë, ja Resulullah, cili është njeriu më i mirë dhe cila është vepra më e mirë? Ka thonë, njeriu është më i mirë është ai i cili është më i dobishëm për të tjerët. Domethënë, jo si në këtë kohën bashkore që kemi ardhur me jetu veç për veti. Të jam për veti, rahat për tjerë të më intereson se çan kokën. Ne duhet me qenë njerëz të cilët duhet me jetu në bashkësi, me mendu edhe për problemet e tjera dhe mendime ndaj të tjerëve. Ndërsa vepra më e mirë, ka thonë, është ajo e cila ja fut një gëzim në zemrën e një besimtarit. Domethënë, ja largon një breng, ja largon një borxh. Domethënë, ato mundësitë tua çka ki me dhon kontributin për njëri tjetrin, në raport me njëri tjetrin. Mirë, po sa ka vlerë dhe sa e rëndësishme është lutja gjatë muajit të qetë Ramazanit. Do të thotë deri tash përmendëm disa lloje të adhurimeve që na ofrojnë konkretisht në këtë muaj të qetë, mirë po nëse mund të na flasësh për aspektin e lutjes. Muaji Ramazanit është muaji i lutjeve. Po ashtu. Pra, janë 2 kohë të caktuar ku më shumë ti përmenden në hadith është koha e iftarit edhe koha e syfyret, ku janë kohë të shenjta, pra në lutje, ku bëhet lutje edhe ndoshta më herë pranohet e Zoti i Madhëruar. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot për lutjen. Dhe 3 personave nuk refuzohet lutja. Agjëruesit deri në kohën e iftarit, thot udhëhecit të drejtë dhe ati të cilit i është bërë pa drejtësi. Pra këtyre 3 personave, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ja refuzon lutjen. Pra transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: a ka ndonjë që kërkon falje, t'ja fal. A ka ndonjë që kërkon, pra thret një zë dhe thot, a ka ndonjë që kërkon falje, t'ja fal. A ka ndonjë që kërkon pendohet, pra unë t'ja pranoj pendimit. A ka ndonjë që lutet, t'ja pranoj lutjen. Edhe a ka ndonjë që kërkon diçka, nuk është cek, pra kërkon diçka. Çka do të qoftë që don me kërku, çka do të qoftë që ty të brejnë, edhe ti kërkon pe Zotit tën, e që me të vërtet njerëz nuk mundin me ta dhonë. Atëherë thot, do t'ja jap atë. Pra lutja në këtë muaj është e shejtë, pranohet, është e veçantë, pranohet. Një ashtu edhe dhikri. Subhanallah, në gjatë kohës, besimtari gjatë gjithë kohës mund me bë dhikr në këtë muaj të shenjtë, sepse çdo punë që e bëjmë në këtë muaj të shenjtë ka mu shumë fishu vlera asaj pune pra çka e bën. Sidomos, nëse këtë arsyetomi se nuk kemi kohë ndoshta me bë dhikret e plota,
gjatë ditës, ti gjatë hecës, gjatë kryerjes punëve, ti mund është me thonë subhanallah, mund është me thonë estakfirullah, pra me kërku falje Zotit, mund është me thonë Allahu Akbar, mund është me falenderu Zotin për të mirat të cilat i ke, elhamdulillah, e tjerë. Pra, çdo minutë që e kalojmë në lutje apo në dhikr të përmendje të Allahu subhanahu wa taala, është një mundësi dhe është një dobin tonë. Të dashura, faleminderit për prezencën e juaj, faleminderit për këtë kontribut që ju dhatë për shqellimin e kësaj teme konkrete. Ndërkaq ju shikues të nderuar, me kaq po e përmbyllim këtë emision duke ju uruar Ramazan të begatshëm, duke ju uruar një muaj të cilin ju do të realizoni me ato cilat ju i keni vendosur qëllim deri në emisionin e ardhshëm. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.